Të nderuar të pranishëm, ju përshëndes në emër të Këshillit Organizativ dhe ju uroj festën e pavarësisë dhe ditën e flamurit tonë kombëtar. Ju faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë manifestim. Një herë ju faleminderoj. Po ashtu dua të përshëndes edhe mysafirët tanë, konzullin e Republikës së Maqedonisë, zotëri Jakub Recgjepin, kryetarin e komunitetit shqiptar-amerikan të Illinois, zotëri Bujar Breznicën, kryetarin e shoqatës Uskana, zoti Amit Baftiri, sekretari i shoqatës, dua t'ju përshëndes dhe t'ju shpreh mirënjohje të thellë të gjithë atyre që me punën e tyre të palodhur nuk kursyen mundin as kohën kur që nevoja për të organizuar një manifestim kaq madhështor. Ju faleminderit të gjithë ato që morën pjesë në organizim. Edhe një herë, të gjithë shqiptarëve, më lejoni në emër të Këshillit Organizativ dhe në emër tuaj, gjithë shqiptarët kudo që janë, t'ju urojmë ditën e pavarësisë së shtetit shqiptar, ditën e flamurit tonë kombëtar. Pa mos ju marrë shumë kohë, rrof flamuri kombëtar, rrof Shqipëria. Si një pasuri e veçantë dhe me vlerë që edhe sot kujtesemi të përcjellim brez pas brezi, janë vallet tradicionale të përcjellim në vazhdim vallën e burrave.
Mbi rëndësinë e pavarësisë së shtetit shqiptar dhe historinë e flamurit kombëtar, tojmë në skenë zotërit Durim Halimaj që të shpalos referatin kryesor. Mirëmbrëma dhe një përshëndes të gjithëve që keni ardhur këtu sonte që ta festojmë festin e flamurit së bashku. Fillimisht dua të falenderoj organizatorët e kësaj mbrëmje për organizimin madhështor dhe besoj se meriton një duar trokitje. Po ashtu, para se të filloj me një referat të shkurtër rreth historisë së kombit shqiptar, dua të cek se nuk është rastësi që në të njëjtën datë me pavarësinë e Shqipërisë e ka ditëlindjen heroi dhe komandanti legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Adem Jashari, i cili sakrifikoi jetën dhe familjen për ta mbrojtur popullin tonë nga armiku serb dhe për ta mbrojtur popullin e Kosovës, për ta mbrojtur Kosovën, apo më mirë të them Dardaninë e Shqipërisë etnike. Për 5 shekuj të tërë, shqiptarët ishin të robruar dhe të shtypur nga perandoria osmane, po ashtu edhe nga agresioni i vendeve fqinje që sulmonin për ta marrë tokën tonë, për ta zhdukur historinë tonë dhe për ta asimiluar shqiptarët. Me shekuj të tërë, thirrjet tona për flamur ishin injoruar nga Europa, por populli jonë, i mbushur me plot dashuri ndaj Adeut, nuk është dorëzuar kurrë. 28 nëntori është një datë historike për kombin shqiptar, se në këtë datë shqiptarët e ngritën lart flamurin tonë kombëtar për t'i treguar botës se tash e tutje në hartat e botës do jetë edhe shteti shqiptar. Sot, 10 dekada më vonë, po e festojmë 103 vjetorin e Shqipërisë. Ambicet tona për të krijuar shtetin shqiptar e kanë origjinën në periudhën e heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi i cili me sukses mbrojti popullin tonë dhe trojet tona nga sundimi i perandorisë osmane, duke fituar në çdo betejë dhe në çdo luftë. Por suksesi më i madh i tij ishte bashkimi i shqiptarëve kundër armikut. 5 shekuj më vonë, në 28 nëntor 1912, Ismail Qemali, plaku i Vlorës, e ngriti flamurin tonë kuqëzi në qytetin bregdetar të Vlorës për formimin e shtetit shqiptar. Me njerëz si vëllezrit Frashëri, Hasan Prishtina, Gjergj Fishtar, Luiç Gurakuqi, Isa Boletini dhe tani në dekadat e fundit Adem Jashari dhe shumë të tjerë, shqiptarët kanë mbrojtur më shumë se Adeu. E mbrojtën gjuhën tonë, kulturën tonë dhe traditat tona. Prisi i bardhë gjithmonë ka qenë pjesë e identitetit tonë dhe është mbajtur në kokë nga pellazgët, ilirët, dardanët, arbreshët, shqiptarët e sodit dhe do mbahet për shumë gjenerata të shqiptarëve në të ardhmen, në të gjitha trojet tona kudo që flitet shqip. Edhe pse e coptuar nga konferenca e Londrës në 1913, shqiptaria e din shumë mirë që shteti jonë të vërtet përbëhet nga Shqipëria, Malësia, Kosova, Presheva, Ilirida dhe Çamria. Shkupi, Prishtina dhe Tirana do bashkohen përsëri, dhe askush nuk do guxojë me prej kufinin. Dhe ne shqiptarët do jetojmë aty ku jena, se neve vetë do vazhdoj të na mbrojë Shqipja me 2 krena. Sonte nuk feston vetëm Shqipëria, por e gjithë shqiptaria. Faleminderit dhe gëzuar 103 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Të nderuar të pranishëm, mbrëmje festive më madhështore, por ne sonte do ta bëjmë prezenca e këngëtarit që vjen nga Lidja, Duli dhe grupi muzikor Dardania. Tojmë në skenë Duli që të prezantohet me këngën e flamurit dhe Selman Kadria. Just a thought, oh, just a
Si gazeta ashtu më radhije, se në Prishtin o matë më dhije. Se në Prishtin o matë më dhije, për flamurit o ku qezije. Hajde, 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 o flamure, kastrioti ty t'ka bajt në dure. Hajde, hajde, o bajrake, o shqiptaria ty t'ka lane gjake. E për dytja kushen majti, vlore ngriti oj s'ma që majni. Jemi vllazën, jemi shqiptare, more trojnë flamurin, Rejteni, ormane hajnë